Apo ankohesh shumë? Pasi ta dëgjosh këtë film, do e kuptosh që çdo gjë do të ndryshojë. Ankimi është përqendrimi tek negativja dhe kjo është arsyeja që njerëzit dalin nëpër demonstrata. Nuk shikojnë problemet e tyre të brendshme, po i shikojnë si probleme të jashtme. Kur dikush ankohet vazhdimisht, ai shikon gjithmonë atë që i mungon. Me pa vetëm atë që të mungon, do të thonë që ti përqendrohesh tek anët negative, tek mungesa. Edhe aty ku përqendrohesh është pikërisht ajo që të tërheq në jetën tënde më shumë, është si një lloj magneti. Nëse çdo mëngjes zgjohesh dhe fillon me pa gjithçka që ke, diellin që lind, shëndetin, fëmijët, shtëpinë, gjithçka që të është dhënë, atëherë nis ditën me një mendësi bollëku. Në vend që me pa gjithçka që të mungon, e sheh gjithçka që ke. Edhe pikërisht këtë ke me tërheq në farë mënyre fatin tënd të mirë. Fokusi yt është një lloj pra magneti i madh i bollëkut dhe duhet ta përdorësh këtë armë me mençuri. Njëri i mençur nuk e thot gjithçka që mendon, por gjithmonë mendon për gjithçka që thot, sepse mendimet kanë gjithmonë një lloj veprimi tek njeriu. Është provuar që ajo që mendon me zë të lartë, pra kur flet dhe ankohesh, kjo prodhon hormone që shkaktojnë depresion. Ndërsa po të shikosh vetëm anët negative, pra haron atë që ke dhe gjithmonë del në protesta, nuk i realizon dot me këtë qeveri, ndron qeverinë tjetër, prap, gjithmonë nuk do arrish atë që do, sepse ti kërkon ta plotësosh me diçka të jashtme atë që të mungon brenda vetes. Ju faleminderit.